fotografitë e tij të japin përshtypjen se je në një ekspozitë të Dolce Gabbana. Por jo, është ky fotografi shqiptar Endrit Mertiri, i cili ka punuar me shumë fytyra të njohura publike. Në një tjetër dimension, ku përveç fotografive në të kanë bartur edhe bukë, pemë dhe perime. Edhe pse është shumë vështirë të realizosh një fotosesion, sidomos me këngëtare, Endriti po ja del shumë mirë. Në fund fare, të dy palët po janë të kënaqur. Por cila është një dëshirë vetme e cila ka mbetur pa realizuar, e kuptojmë bashkë nga vetë ai. Fotografitë e tij mund t'i dallosh nga larg. Është i veçantë kur në dorë mban aparate. Para objektivit të tij janë vendosur shumë fytyra publike që pas fotografive të krijuara nuk e njohën veten. Endrit Mertiri është fotografi i ri në moshë, por jo edhe në punë. Kjo pasi që herët u dashurua në profesionin jetësor. Kjo nuk është një gjë që mund ta them mjaft mirë, por të tjerët mendoj fakti që unë kam mbaruar artet, liceun artistik, pikturën më saktë, të bën që ta njohësh dritën, ngjyrat edhe disa gjëra të tjera pak më mirë se të tjerë, ndoshta dhe të stërvitesh me të gjë që më shumë të hershme. Të punosh me personazhe publike, lirshëm mund të themi që duhet pasur shumë durim. Kjo si pasojë e tekave dhe kërkesave astronomike që shtyp truri i tyre. Ka dhe personazhe që kërkojnë, kanë teka dhe thënë më photoshopo pak më shumë barkun, më dopso pak më shumë, më hollo pak më shumë, më rrit pak më shumë të gjë ose atë gjë, kështu që deri diku je detyruar të bësh disa sakrifica të vogla. Modele, këngëtare, aktore e lloj-lloj personazhe publik u pozicionuan para aparatit të Endritit, duke marrë poza nga më të ndryshmet, prej atyre më seksi e deri tek ato më anvise. Personazhe si Agnesa Vuthaj, një fytyrë shumë e bukur, kam realizuar një kopertinë shumë bukur në Shqipëri. Kam punuar edhe me Nora Istrefin, gjithashtu ajo ishte shumë mësuar me aparatin, kemi pas fotografi të shkëlqyme. Dhe rasti konkret që kemi të backstage të Fjolla Morina që bën fotografi shumë të mira. Endriti është i fiksuar keq pas Stefano Gabbanës, dizajner të markës së madhe Dolce Gabbana. Gjithçka nisi me një like në Instagram që stilisti i bëri fotografit për të vazhduar me disa komente e deri tek takimet e këtyre dyve e fotografive selfie. Dëshira e tij është gjithsesi bashkëpunimi mes tyre, e derisa kjo të ndodhe Endriti po vazhdon punën e tij me marka tjera italiane. Para 2 vitesh në website-in Vogue Italia sem publikuar disa fotografi të mia. Një prej tyre shfaqur si fotografia më e mirë çuzën e zgjedhur nga Vogue. Më ka ardhur një ofertë nga Silver Light që është markë bijuterish. Kam bërë fushatën e parë publicitare të kësaj marke në Firenze. Pas kësaj pastaj Flora Lastraioli, Luxury Lingerie Firenze, gjithashtu është një markë që trashëgohet dhe ka shumë vite në treg. Më pas këto janë 2 punët e para që unë nisa si thua, tani kemi edhe planet tjera. Plani i fundit është Mario Pini, një stilist italian, i cili bën bizhu, çanta, këpucë, dhe që në ditët në vazhdim kemi ditën për të kryer setin. Pastaj janë disa planet tjera, por që jemi në pritje akoma. Fotografi është kritikuar shumë për përdorimin e tepruar të Photoshopit, madje ju dha edhe epiteti mbreti i Photoshopit. Jam shumë i kënaqur. Ti je mbret gjithsesi. Ideja është kjo, duke qenë që ka plot gojë liga fotografë që nuk e njohin dritën akoma, sepse gjithmonë nga ata që bëjnë punën tënde vjen fjala e keqe. Kjo është për të ardhur keq pasi ne duhet ta mbështesim njëri tjetrin, të shohim njëri tjetrin, të bëjmë më mirë se njëri tjetri, të arrijmë të kemi konkurrencë me veten tonë dhe jo me të tjerët për të bërë më mirë se ç'kemi bërë dje. Edhe duhet të them gjithëve që bëni një gjë më mirë dhe mos u merrni domethënë me këtë pjesën që të merresh të prekësh gjërat e tjetrit. Kam përshtypjen që gjithse kush ka mundësi të bëjë më mirë gjërat e veta. Fotografitë e tij paraqiten me perime, bukë e shumë çka tjetër që është larg teknologjisë. Ndonjëherë duken edhe më të çuditshme e jo shumë të kohës e të përshtatshme për personazhet. Më pëlqen shumë të inspirohem edhe nga vitet e shkuara, nga Sicilia, më pëlqen shumë Shqipëria, vite shumë përpara. Më pëlqen të marr spunto nga jeta e përditshme. Buka, si buka, perimet, frutat janë gjëra që ne na rrethojnë dhe ne nuk mund të jemi high-tech gjithkohës. Në fund fare gjërat e bukura janë ato gjëra që ne prekim i shohim për ditë. Por aq kohë sa ne shohim
fushatat ndryshme që bëhen jashtë dhe janë aq të thjeshta edhe janë aq njerëzore dhe aq prekshme, mendoj që duhet provojmë gjithë ta prekim këtë gjë, pasi ka rezultuar që është e bukur dhe pse mos ta shfrytëzojmë kështu. E ndriti dikur ishte për mashallah sa e përket peshës, por sot është fit dhe mjaft në formë. Kjo si pasojë e punës apo? Përpara 2 vitesh, duhet të theksoj, pata probleme serioze me shëndetin. Isha në maksimumin e peshës time. Edhe është shumë e vërtet që kur punon me modelet kryesisht, kur shifja moshatarët e mi që ishin me trupat skalitur, edhe që ishin mosha ime dhe kishin atë fizik, realisht ndjesha shumë keq. Ndjesha aq keq që nuk përqendrohesha as në punë, edhe isha shumë siklet. Para 2 vitesh e mora shumë seriozisht pjesën e të rënit të peshës, edhe stërvitjes gjithashtu. Dhe arrita që të kem një trup konstant, një trup të rregullt, le të themi, cilin vazhdo ta ruaj sa mundem. Nuk mund të kem atë trupin e modelëve që unë fotografoj, ashtu me six pack apo me atë trupat ashtu. Por brenda fizikut tim mundohem që të ruaj një peshë ndjehem mirë me veten time. Tani ajo është duke realizuar sete të reja fotografike dhe mbetet vazhdimisht i zënë me punën që bën. Urojmë në një të ardhme të shpejtë ta bëjë realitet ëndrrën sa e përket Dolce & Gabbanës.